Me 6 mars të vitit 1991, më shumë se 3.000 shtetës lanë Shqipëri dhe hipën në bordin e Anijës Tirana për të nisur drejt Italisë. Në 3 ditët në vazhdim, numri i larguarve me rreth 24 mjete lundruese arriti në mbi 25.000. Në këtë përvjetor, detarët e shoqatës kombëtare detare Adrion, sot në pension, organizuan një ceremoni përkujtimore në të cilën sollën momente prekse rreth kësaj ngjarjeje të fiksuar thellë në memorin historike të qytetit tonë dhe të mbar vendit. 35 vjet më parë, në datën 5, 6 dhe 7 mars 1991, banorët e qytetit Durrësit, shumica qytetarë durrësak, shpërthyen murin e portit Durrësit, që treni i vjetër, dhe u dyndën drejt portit Durrësit për të kapur anijen e radhës dhe për tu aratisur në Itali për një jetë më të mirë, për një jetë më të begatë, për fjalën e lirë, për demokracinë. Jemi mbledhur për të përkujtuar 35 vjetorin e eksodit të datëve 5, 6 dhe 7 marsit 1991. Këto kalata, këto ure dhe këto anije u bën dëshmi e një prej momente më dramatike dhe më të domethënëse të historisë sonë moderne. Nga këtu, mirë bashkëqytetarë tanë morën rrugën drejt Italisë, duke lënë pas pasigurinë dhe duke ndjekur shpresën për një jetë sa më të mirë. Ishte një kohë trazirash, ndryshimesh të mëdha dhe pasigurish të thella. Por mbi të gjitha ishte një kohë kur njerëzit kërkonin liri, dinitet dhe mundësi. Për memorien e popullit kjo ishte diçka e veçantë, një largim i dhimbshëm, ishte një rrugë si thosh e paditur, por që neve si marin ushtarake u mobilizuam dhe gjatë gjithë kohës kemi qenë në gatishmëri dhe pranë këtyre mjeteve. Ike ishte shumë e dhimbshme, shumë e vështirë. Pjesëmarrësit theksuan se ishte varfëria e skajshme, dëshira për më shumë liri, për më shumë hapësirë, që i nxiti shqiptarët të iknin masivisht, duke thyer kështu edhe murin e parë të diktaturës.